Mirë, si që thamë do flasim për finalen e Champions League, e cila nuk ishte thjesht një ndeshje futbolli, por ishte një ngjarje historike që do mbahet mend për vite me radhë. Në Allianz Arena të Mënihut, Paris Saint-Germain shkroi emrin me shkronja të arta në histori duke mposhtur Interin me rezultatin e pabesueshëm 5-0. Ishte finalja me diferencën më të madhe të goleve ndonjëherë dhe një kurorëzim i jashtëzakonshëm për skuadrën e Luis Enrique. Sot në studio jemi me Dritan Mehmetin, trajner, specialist futbolli, për diskutuar dhe bërë një analizë tani post finales. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta dhe faleminderit për ftesën. Trajnerët nuk bojnë tifo, por besoj që një skuadër e ke patur më Patjetër kam një simpati, gjithmonë trajnerët kanë simpati për një klub, sidomos kur bëhet fjalë për klube, për shembull unë jam simpatizant i Barcelonës dhe faktikisht bëra tifozdik për Parisit, sepse për mënyrën se si Interi mundi Barcelonën merdi keq, sepse mënyrën se si ta ndëshkosh Barcelonën në atë formë me tranzicione, sa herë që shkonte në port, godiste dhe realizonte, kjo ishte edhe për mua çështje dhe fati, sepse Barcelona e dominoi në gjitha komponentët, pavarësisht se edhe Barcelona ka ato mangësitë e veta, sidomos në linjën e mbrojtjes. Mirë, dalemi fillimisht tek një analizë e rezultatit, 5-0. Pra, kishim bënim me një Paris Saint-Germain dominant, superior, apo Interi duke sikur Unë mendoj që tërhoq në minutat e para, duke sikur u dënua psikologjikisht. Unë mendoj që edhe Interi nuk e besoi që ishte në finale, duke pas parasysh jetonte akoma me jehonën që eliminoi Barcelonën dhe nuk arriti dot të përballej me ritmin e Paris Saint-Germainit, sepse po ti shikosh të dyja filozofit si Barcelona apo edhe Paris Saint-Germaini kanë të njëjtën filozofi loje dhe këtu është për krahur jashtëzakonisht një personalitet i futbollit, mendoj unë Luis Enrique, duke pasur parasysh që para 6 vitesh ai pson një humbje të thellë, siç është humbja e vajzës 9 vjeç dhe të gjesh forcën, kjo tregon që është personalitet, karakteri fort dhe të arrit të rifutet në jetën duke pasur parasysh që trajneri është në një person të jashtëzakonshëm kur bëhet fjalë dhe në nivele të tilla dhe mendoj që edhe për sa i përket ndeshjes trajneri Luis Enrique e kishte lexuar shumë mirë kundërshtarin, kishte marrë masat dhe nuk i dha absolutisht hapësira ekipit të Interit, i bëri pressing lart dhe nuk i dha mundësinë fare që të jepte kohët e lojës, por mbi të gjitha duhet përgëzuar edhe për iniciativën që të luash dhe të fitosh një finale me 5-0, siç thatë dhe ju, ta dominosh me dy lojtarë që siç është duaj që është 19 vjeçar, arrin të shënoj 2 gola, t'japi dhe një asist, kjo do të thotë që duke pasur parasysh dhe theu dhe mitin e Paris Saint-Germainit me shpenzimet stratosferike. Dhe me emrat mëdhenj. Me emrat mëdhenj, po ai tha që futboll, po, kjo pra ishte strategjia e dur, besimi tek klubi dhe tek ky trajner, i cili ka një mentalitet fituesi dhe arriti të bëj këtë grup mjaft simpatik që është futur në top trajnerët botror, siç është Ancelotti, Guardiola. Dhe fitoi Champions League e parë. Sepse është futur dhe ai tek 5-6 trajnerë që kanë fituar tripletën. Po mund të themi që jo shumë kush e parashikonte këtë rezultat, se sa herë që flisnim me optimizëm për Paris Saint-Germain, thoshim gjithmonë që nuk është më skuadra e yjeve të mëdhenj, por nga ana tjetër po shohim një futboll solid. Nga ana tjetër për Interin ka një histori shumë të mirë për sa i përket finaleve të Champions League-s, edhe gjithashtu për vështirësive që kishte patur së fundmi, duke sikur me atë mbrojtjen solide që ka karakteristika, apo ato kundërsulmet e shpejta që ndërmerr, pas golit të parë do barazonte të paktën, por duket sikur rafryma e skuadrës me njëherë pas golit të parë. Atëherë, është shumë e vërtet, pyetja qëndron që Parisi besoi tek filozofia e trajnerit dhe bëri një hap shumë të madh duke iu larguar shpenzimeve dhe i dha kohën e dur trajnerit që të fitoj elementin e ri, por edhe besimin për të arritur që të shpalos filozofinë e tij. Dhe këtu ai arriti të bëj dominimin ka shi trajnerit italian, i cili kishte një lojë të lehtësueshme,
Pra Inter ishte ajo skuadra që mbronte shumë mirë, me shumë forca dhe me tradicionin pozitiv pra kundra sulmit, si që thate dhe ju, ishte vrastar që saj që shkonte, por duke e lexuar këtë lloj filozofie, i mori masat Luis Enrique dhe bënte mbrojtje preventive, që do të thotë, edhe pse ne jemi duke sulmuar, ne mbrojmë. Dhe po t'i shikoj dy qendrëmbrojtësat e Parisit, gjatë gjithë kohës shkonin në situatë 1-1 me dy sulmuesit e Interit. Pra këtu ishte edhe magjia e trajnerit Luis Enrique, për pos faktin që e pa imagjinueshme që ta mendonim gjithë bashkë që para ndeshjes të ishte ky rezultat 5-0 për Parisin, edhe unë nuk e mendoja, pavarësisht se jam më i thelluar te ky profesion, sepse duke ditur që Interi mbron shumë mirë dhe do të ishte formacionin, teknikën. Por ishte një rezultat surprizues. Surprizues, por mendoj që mentaliteti fitues dhe po ta shikoje, edhe mbas 1-0, 2-0, Parisi vazhdonte të bënte pressing. Dhe mentaliteti i duhur që ka futur, injektuar trajneri Luis Enrique, po të shikoje lojtari Gjeorgjan në minutën e 70 ndeshjes, 4-0 finale, ai kthehej deri në linjat e mbrojtjes për të mbrojtur. Pra kjo është diçka që duke pasur parasysh që unë jam trajner dhe u lumtoj shumë për situata që mund të stërvisin trajnerët. Kam parë një video të jashtëzakonshme që e ka marrë Mbappén Luis Enrique dhe i ka thënë në një situatë të veçantë me njëri tjetrin, duke i shpjeguar video analizën dhe duke i thënë që shiko, ti je Mbappé, por para klubit të madh Parisit, ti je kalimtar këtu, i tha, dhe ti duhet vraposh gjatë gjithë kohës si gjithë të tjerët. Në momentin që ti nuk vrapon, ti do të ulesh në bankinë dhe mendoj që kjo është një filozofi që të respektosh grupin dhe të arrish në këto nivele siç ka arritur. Me qenë se jemi tek filozofit, me këtë fitore të Champions, kuptuam që Paris Saint-Germain apo një skuadër futbolli mund fitojë edhe pa emra të mëdhenj, Neymar, Mbappé. A është ndoshta kjo piknisje e një dekade të re për sa i përket futbollit evropian dhe Paris Saint-Germain mund të rënditen nga skuadrat në top 3-she? Mendoj që Paris Saint-Germain ka qenë në tilla nivele, pavarësisht nuk e ka bërë atë hapin, po t'ju përgjigjem pyetjes tuaj që jo vetëm emrat, por emrat din t'i sjellin ekipet e mëdha dhe trajnerët e mëdha. Siç është ky emër që ka dalë tani Doe, ka qenë edhe Mbappé shumë kohë më përpara, pra një i ri, një talentuar që ne do ta dëgjojmë shpesh tani dhe mendoj që gjithmonë do kemi emra, por futbolli është një lojë magjike se duhet ndërthurësh talentin me lojtarët punëtor dhe ky është arti i menaxhimit të një stafi apo të një klubi që të arrish ti marrësh maksimumin dhe ti bësh unison të gjithë bashk për të arritur majat e sukseseve, sepse gjithmonë do kemi talente, sidomos kur bëhet fjalë për nivele kaq larta siç është klubet mëdha siç është Parisi, Milani apo Real Madrid, Barcelona. Po të shikojmë edhe Barcelona ndroi gjeneratën dhe kemi një Pedri me 17-18 vjeç apo Yamal. Pra kjo është besimi që japin dhe puna e thellë që bëjnë klubet e mëdha, siç bën Barcelona, Parisi, që ne i referohemi edhe historisë që me Mesin tek Barcelona janë marrë një staf i gjerë mjekësh për t'i dhënë rritjen fizike për të përballuar ritmet të larta siç është nivelet e futbollit botror. Po ky është investim dhe këto janë klubet mëdha. Mund të themi që janë finalet pasqyre kampionateve vendase në këtë rast? Këtu nuk është se jam shumë dakord. Pra nuk mund ta themi sepse niveli i kampionatit francez nuk e kalon që atë çka bën ritmin, pra të ketë 5-6 skuadra që ne shikojmë vetëm Paris Saint-Germainin që arrin deri në gjysmëfinale, në finale Championship apo ekipet të Francës nuk arrin dot as në Conference League. Po ndryshe ndodh me Serie A. Kurse në Serie A apo ekipet angleze, spanjolle janë në një nivel shumë më lartë. Përveç se
Parisit, që është afër me këto ekipe dhe këtu është diferencë. Po ta shikojmë që kemi një diferencë të jashtëzakonshme mes Parisit dhe ekipeve në kampionat. Dhe kjo tregon që është disnivel shumë i madh. Pra i vetmi është Parisi që e konkuron kampionatet e tjera siç është Spanja, Anglia apo dhe Italia. Kështu që gjithmonë Franca ka qenë diçka më poshtë për sa i përket kampionatit. Dritan, mendoj që gjithë tifozët e futbollit evropian, por futbollit në përgjithësi, kanë patur mundësi të ndjekin ndeshjen live në Arena Center në organizimin që ka bërë Tring dhe Vision Plus, që dim të themi që interistat kanë krijuar një atmosferë fantastike edhe pse e mbyllën ndeshjen të mërzitur. Na lejot ka përcem që e zaurojmë çdo pyetje të mundshme nga Champions League, të shkojmë pak ajo çfarë na pret funditësh. 7 qershori, Shqipëri-Serbi në Air Albania. Mendoj që është një nga ndeshjet më decisive për sa i përket anës profesionale. Unë ndaj gjithmonë anën profesionale. Pastaj, ne si komp e shikojmë për te anës profesionale këtë ndeshje, por ka ardhur në një pikë të përbashkët si ana profesionale, por dhe ana politike, po e them, sepse dihen gjithmonë situata që ne kemi me fshinjët tanë, për atë çka i kanë dhënë popullit tonë. Unë kështu e mendoj, nuk e mendoj popullit kosovar, por popullit tonë. Po, sigurisht, po. Jo më këtë fshinjë. Unë ndaj në aspektin profesional dhe ne duhet ta menaxhojmë në aspektin profesional dhe është një ndeshje që ne e kemi rivalin kryesor Serbin. Në qoftë se ne arrim të marrim 3 pikët me Serbin, ne kemi një shans, një hap më shumë për të shkuar në botror. Dhe ky është pikësynimi kryesor. Pastaj dëshirat e popullit tonë dhe artificialisht ngrihet edhe më tepër se sa duhet, sa ajo është ndeshje futbolli dhe nuk duhet që ne ta përjetojmë dhe ti ngarkojmë më tepër aktorët kryesorë që janë lojtarët edhe stafi apo federata, që ne t'i japim emocione, t'i çojmë më tej se ç'duhet në motivim, sepse kjo mund të na çojë në një disfat, sepse edhe ata aktorë që do të na prezantojnë në Air Albania është shumë e vështirë që të menaxhojnë gjithë këtë presion. Dhe këtu është edhe çelësi i suksesit dhe i menaxhimit të stafit ton kombëtar, që të menaxhojë dhe të marrë në ekuilibër emocionet e lojtarëve. Dhe kjo është një ndeshje shumë decisive, megjithatë unë kam besimin sepse duke ju referuar edhe kundërshtarit që nuk është në nivelet më të mira, por edhe duke pasur parasysh që shpresojmë që ato tifoza që kanë pasur fatin dhe të kenë shortin, të bëjnë tifozdik, mos të jenë tifoza siç ishin në Elbasan që na vun në gjumë dhe arriti edhe Serbia na vinte në gjumë dhe na mposhte. 200 kërkesa ka deri me ta kishte, por nuk janë tifoza dhe unë nuk jam dakord duke qenë pjesë e këtij sporti që pra me Serbin po duhet të jenë tifozët më të zjarrt. Për mua e meritojnë të gjitha tifogrupet, duke filluar që nga tifozat Kuqezi, Plisat e tjerë me radhë, sepse ata japin zjarrin e madh. Ata dinë të bëjnë koreografi dhe kjo është një plus për ekipin tonë kombëtar, siç bëri edhe Serbia kur ne arritëm të merrnim në tavolinë 3 pikshin kur ata ishin të gjithë huliganët që kishin tifoza dhe ishte një stadium i zjarrt dhe ne duhet ta bëjmë brenda fair play-it këtë stadium që t'japim një plus ekipit tonë kombëtar, atyre çunave t'i ndihmojmë për të dhënë maksimumin, sepse është shumë e rëndësishme. Edhe diçka doja të thoja që ata çuna duhet luajnë për veten e tyre, për gjithë kombin shqiptar, sepse mund të hyjnë në histori në qoftë se ne arrim të fitojmë me Serbin, sepse unë mendoj që do të jetë fitoria e parë në fush, sepse në Serbin e morëm në tavolinë. Kështu që shpresoj që t'ja mbyllim gojën edhe me rezultat në fush, pavarësisht se t'jemi sinqert nga ana personale është diçka e vështirë, sepse edhe e kemi diskutuar faktorin fiziku edhe përgatitja. Kanë cilësi, luajnë në nivele mjaft mira elementet dhe futbollistët serb,
Kështu që duhet jemi shumë të themi, fakti që luajmë në shtëpi është një faktor ndihmues. Jam shumë dakord, po kjo kur luajmë në shtëpi është diçka që mund na emocionon, po disfat sepse dalin dhe një jashtë detyrave lojtarët kur ndjejnë atmosferën. Është ajo euforia e tepër që mund të çojë edhe në gabime më pas. Ata i shfrytëzojnë kundërshtarët se janë mësuar me këtilla situatë. Dritan, të falenderojmë shumë për këtë bisedë. Faleminderit juve. Faleminderit. Ndërkohë, i themi publiku do të kthehemi vetëm pas pak, bëhemi gati për të folur për politikë. Qëndroni me ne.